Nderit, po, ju lutem. Të nderuar drejtues dhe të nderuar pjesëmarrës. Unë jam Olsi Hamataj nga njësia administrative Frakull. Jam fermer, kultivoj luleshtrydhe dhe njëkohësisht eksportues më i madh në Shqipëri i luleshtrydheve shqiptare. Në vitin 2013 unë jam kthyer nga Greqia, pasi në Greqi kam studiuar, jam shkolluar dhe jam rritur, dhe kur jam kthyer, diskutimi dhe debatin thonjza që ka pasur me prindrit e mi ka qenë që ku do shkojmë, ku do kthehemi ne në Shqipëri, kur atje nuk ka as ujë nëpër toka, as kanalizime, as vaditje. Unë kam besuar shumë dhe kam vendosur dhe jemi kthyer në Shqipëri si përfundim dhe tashmë kemi arritur në njësinë administrative Frakull, kemi 200 hektar sera luleshtrydhe të mbjella. Dhe si arritëm në 200 hektar sera? Falë vëmendjes bashkisë dhe Armandos, janë bërë të gjitha pastrimet e kanaleve kulluese dhe për këtë nuk ka asnjëri dyshim këtu në të gjithë pranishmit dhe sot shkon ujë në të gjitha tokat dhe parcelat të cilat janë të mbjella. Këtë gjë, unë jam shumë i sigurt që me të drejtë babai im thoshte, do ishte e pa mundur dhe pa arritur vetëm me mbështetjen e komunave, sepse unë jam i sigurt që komunat edhe pagat e tyre mezi i nxjerrin aty, jo më që të investojnë komunat dhe të na mbështesin ne. Diçka tjetër që është vënë re vitet e fundit është që është bërë investim edhe në ndriçim, edhe në rruga dhe aktualisht po investohet dhe në ujësjellës. Por, së ditët e fundit, unë shikoj plot fermerë që vinë tek pika e grumbullimit dhe janë të lumtur për faktin që po kalon energjia elektrike sipër parcelave tyre dhe të gjithë tashmë kanë mundësinë për të marrë energjinë elektrike. Këto janë disa gjëra për të thënë dhe për të kuptuar që kjo reformë administrative është shumë efikase dhe nëpërmjet kësaj reforme dhe ne si njësi administrative mund të përfitojmë më tepër fonde dhe nga buxheti i shtetit dhe nga Bashkimi Evropian me projekte që mund t'i propozoj Bashkia e Fierit dhe doja t'jepja edhe një shembull të fundit. Kur jam kthyer nga Greqia ka qenë koha e krizës në Greqi. Atëherë në Greqi kanë qenë rreth 1000 e disa komuna. Sot atje janë rreth 300 komuna. Pse ndodhi kjo? Sepse ata ishin në krizë dhe këtu unë nuk po flas as si socialist, as si demokrat, sepse ne kur shkojmë te toka, shkojmë dhe socialistët dhe demokratët, duam energjinë elektrike, duam drita, duam rrugën e shtruar me asfalt, duam ujin, gjëja më e rëndësishme që jemi të bekuar që kemi ujin. Dhe siç ju thash, Greqia i ka reduktuar komunat, pse? Sepse kanë përforcuar bashkitë dhe nëpërmjet bashkive ne mund të përfitojmë më tepër dhe siç po ndodh në njësinë më punëtore të Bashkisë Fier në Frakull. Faleminderit. Faleminderit, duke ju kërkuar ndjesë të gjithë atyre që nuk arritën të komunikojnë, do duhet të shkojmë drejt përmbylljes.